Pikpamja urbanistike, nga këto ndryshimet kaq të mëdha që po ndodhin, kush është krimi më i madh urbanistik që është bërë në Tiranë, që nuk zhbëhet më dot? Në Tiranë janë bërë shumë kështu, ja, siç i thamë edhe në bisedën që u lejuan të ndërtohen, janë ndërtuar shumë objekte, të cilat nuk plotësojnë asnjë kondicion, asnjë kusht. Në kuptimin kushtin për jetesë, se kështu kushtet që të futesh brenda ti edhe ti jesh i sigurt që mos të shambet është tjetër muhabet, po ja, edhe ajo ishte shumë e sigurt që mos të shambesh. Po u doq, se so përdor një material që ishte i papërshtatshëm. Dhe nuk e disa familje ngelen që u doqin gjithë pajisjet e gjërat që kishin aty brenda dhe plus shteti shpenzimet ashtu për të paguar qiran edhe për të dëmshpërblyerje etj. Pra krimi më i madh që është bërë në Tiranë, unë e shikoj në dy drejtime. E para njerë që pati një boom, një zhvillim të pa planifikim, të që ato janë ngritur ato, s'mund të shëmbësh ti. Këto që u ngritën pa pasur infrastrukturën e nevojshme, të domosdoshme për jetesë, që është furnizimi me ujë dhe kanalizimet, mbete ai sistemu i sjelljes së kanalizimit që ishte këtu në 90 kur Tirana u trafishua, edhe i amortizuar bile. Tjetër u dëmtuan shumë edhe infrastruktura rrugore, sepse ti do ngësh të pallatet, do rrugë që të futesh atë brenda. Rrugët u bën cop, për shembull vetëm një shembull, Unaza Muhamet Gjollesha është projektuar në vitet 60-65 dhe ka pasur 4 kaçe nga një, 4 kaçe nga ana tjetër dhe një vajtje një ardhje, sa s'kishte makinat vogla, atëherë kishte vetëm autobus urbanët edhe bicikletat. Sot është planifikuar aq me vend që të mendosh që pas 30 vjetësh ose 40 vjetësh që jemi tashti, ajo arterie të ketë mundësi të zgjerohet dhe të përballoj fluksin e transportit urban edhe transportit të përgjithësi. Nga 2 korsi është bërë me 4 korsi, me trafik ndarëse në mes dhe me trotuare të gjëra, shumë të gjëra që mund të ecin njerëzit lirisht në trotuare. Ky është planifikim.